Shikot, tash sa i përket kësaj që ngriti zonja Halitje dhe Jaka ishte për këtë transparencën e bisedimeve që kanë qenë për zgjedhjen e presidentit. Ideja ka qenë që kryeministri Kurti ka ftuar të dy liderët e dy subjekteve politike në takime ndaras. Unë nuk besoj që na tash mos të banalizojmë, po nuk i kemi pas ato takimet e brendshme të Iranit të Shëbave. Kemi pa nga ato konferenca që kemi dëgju, besoj a zonja Halitjes ka qenë aty prezente. Po që dytresh ju besoj më shumë atyre se sa këtyre që po flasin, sepse çdo ditë po demantohen. Njëri tjetrin po demanton. Në cilin rast? Prej rastit të takimit fundit që e pat Lumir Avdexhiku me Kurtin, Kurti tha, unë e kam ftu me ndëgju, po nuk kam mundësi me i pas votat për president me kryetarin e LDK-s. Edhe ashtu është? Po. Ama cili ishte demanti? Po, prandaj, edhe në takim. Në takim, Lumir Avdexhiku ka shprehur vullnet që të ofrohet për president. Edhe mandej dolen LDK-ja falën, mandej oponentët tjerë të vetëvendosin tha që nuk përmen emrat të përveçshëm. Ka folë në përgjithësi për kritere. Tha ju. Po tash nështë edhe mundët më thonë ju. Po jo si ju referu, tha Zotri Avdexhiku në takim. Po besoj ka folë me... Ajo tash Lutfi Azira, dëshire e Zotrit Haziri, për arsye ta mbrojat atë tezën që presidenti ka kaluar ka LDK, po Zotri Avdexhiku vetëm haja ato, që ju për e deklarojnë. Që sa i përket transparencës, takimet normalisht që kanë qenë të mbyllura, mendoj që ka qenë shumë më mirë edhe për partitë opozitare që dëgjohen kërkesat ose emrat që mund t'i shfaqin. Kryeministri Kurti i ka taku të dy liderët. Ideja ka qenë prej fillimit që lëvizja vetëvendosit kërkoj bashkëpunim, sepse dhe ashtu duhet sipas numrave dhe sipas kushtetutës tonë kërkohet një kompromis për zgjedhjen e presidentit, i ka taku të dy liderët. Mirë, po nga këto dyja takime nuk ka rezultu as një emër, as nga takimi me zotrin Hamza, as nga takimi me zotrin Avdexhiku. Tek PDK-ja ka qenë ideja që t'ja japim kështu në nënshkrimet pa i ditur ende emret, ajo është publike, kurse të LDK-ja nuk ka pas as emrat të propozuar, po as nuk kanë treguar se çfarë presidenti do ta votoni. Nuk janë deklaruar fare hiç. Sepse tash këto takimet janë zonja Halitje pas interpretimit të gjykatës, pas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Na jemi të fol kronologjikisht si kanë rrjedhë gjëra. Sa i përket tash te pjesa e LDK-s, ka pas edhe shumë pyetje dhe ka pas se pse nuk po propozohet një emër i LDK-s. Në rastin e kaluar ka qenë pse nuk po propozohet edhe zonja Vjosa Osmani. Mirë, po jo e dini, kemi pas deklarata publike të deputetëve të LDK-s, të cilët janë deklaruar që ne nuk e votojmë zonjën Osmani. E keni edhe zotin Abdullah Hoti në një emision ku publikisht thotë që nga ana ime nuk ka vot për zonjën Osmani. E keni zonin Bajrami ku në një emision tjetër thotë ku ka qenë thotë më herë. Zonja Osmani për shkak ka thonë që mu më nevojitën vetëm votat e lëvizjet vetëvendosje. Besimi që vetëvendosja ma jep mu, dhe pastaj unë i gjej votat në... Do më thonë... Jo, unë e muj me ta, si me thonë, muj me thonë kërkesa ka qenë kjo. Ka thënë presidenti Osmani, po për balë fakteve cilat kanë qenë publike, për zotin Hoti edhe zonin Hikmeti. Po leni atë çështje LDK-s, ju merr në çështje vetëvendosje. Nuk mundemi ne, me një besim kaq të madh shtetërorëve, të hymë në një proces ku ne dëgjojmë publikisht disa deputet. Ju keni hyrë në procesat më të vështira, ju keni shkel kushtetutën. Edhe në vitin 2021, deputet fali, edhe në vitin 2021 nuk kanë qenë votat, nuk i ka pas lëvizja vetëvendosje 80 vota. Por i ka bërë me LDK-n. Po, veç ka qenë... Pas një procesi që... Ka qenë... Ne tani i dim që ka mos pajtime në mes të... Po veç ka qenë ditur publikisht që Lidhja Demokratike e Kosovës do qëndronte në sallë. Kjo ka qenë ditur publikisht... Ka qenë në momentet e fundit. Jo, është edhe shumë herët. Nuk e pas asnjë deklarat ku ka dalë dikush nga Lidhja Demokratike e Kosovës... Po, drejton Selmona i ka folur. Na nuk qëndrojmë në sallë. Kjo nuk ka ndodhur. Edhe Agen Veliun, edhe zonë Selmona. Po, kanë mjaftuar numra. Po, se si bota tash. Në këtë rast nuk po i dalin numrat për me nuk po mjaftoj numrat, edhe ishëm të përgjigja që na nuk mundemi
këtë besim ka shmall qytetarëve, të him një proces ku nuk i garantum, edhe automatikisht shkojmë zgjedhje për dëshirën e dikujt që deshit të tentoj të bëhet president. Po në shkumë serioze as pak as dhe qytetarëve të Kosovës. Në shkumë me zotin Konjuca, me zotin... Tash nuk pedi, Dhe leta përfundar. Cilin do qoftë, s'o problem. Alo pa më përfundoni për fillon i tjetër, nuk më jasë më përgjith. Te zotri Konjuca ka qenë kështu, ka qenë momenti i fundit. Ka qenë momenti i fundit që ne nuk kemi pranuar asnjë emër të propozuar. Koha rrjedhte, ne nuk mund ta shtonim, shikon ai kemi vetëm që lëvizja vendose, çka ka thonë? Edhe nuk e kemi asnjë emër. A fati rrjedh 5 ditë, meqense rrjedh, atë pse mos vënë në ditën tjetër. Duke u bazuar edhe në deklaratat e opozitës, kur ishte çështja për kryetarin e kuvendit në vitin 2025, ju keni deklaratat të 3 liderëve opozitar, e keni deklaratën e Memli Krasniqit, kur ishte kryetari i LDK-s, ku thoshte se pse mos tjetë Glau Konjufca, kur është shumë konstruktiv dhe mund të kaloj mirë. Për kryetarin e keni deklaratën e kryetarit LDK-s, Lumir Abdigjiku, i cili thot ku është e mirë ata kemi një Glau Konjufca. E keni publike. E keni deklaratën e Ramush Haradinaj, ku thot liderit AK-s, ku thot i pranuar për ne, për arsye të konstruktivitetit do të ishte zotri Konjufca. Kur ne gjindemi për bazë situatë, kur opozita nuk e sjell asnjë emër, kur opozita nuk e sjell asnjë emër, edhe ne gjindemi para në situatës kur rrjedha fati zotri Akaj, ne u detyruam ta vendosim një emër, që të tregojmë që nuk jemi ne ata që po dëshirojmë ta bllokojmë vendin, sepse tek e fundit ne jemi fitues të besimit të qytetarëve, në këtë rast kur nuk të fiton besimin e qytetarëve, ne jemi duke personalitetet të cilat e marrin besimin edhe të opozitës. Kështu është në vitin e 2025. Në studio televizive, nuk po them tash me emra apo në këtë studio apo diku tjetër, në studio televizive thuaj se lëvizja vetëvendosit qëllimisht po e bllokon procesin. Mirë, po me 28 dhjetor përgjigjja e qytetarëve nuk ishte kjo zoti Jokaj. Qytetarët e kuptuan shumë mirë pse është bllokuar kuvendi. Unë mendoj që nuk ka krizë politike për momentin, politike në Kosovë. Jo, që nuk ka krizë politike, me qenë se ka partive politike të vjetra. Kjo është kriza momentale. Jo, kemi krizë. Nuk ka krizë, sepse kuvendi po funksionon, qeveria po funksionon. Me që po funksionon, me shpejtësi, me nguti për një arsye, sepse, më falë... Me cilën shpejtësi, zëtë Jokaj? Sa ligje u miratun letëzim të parë, me shmangje. Po qëllimi është problemi, sepse po afrumi me 28 për e. Punën e kuvendit. Apo afrumi me 28 për e. Vazhdimisht punën e kuvendit. Kjo është ideja, po? Jo, a keni përcjell vazhdimisht punën e kuvendit. E kemi përcjell. A e lejon rregulloria kuvendit shmangjen për votim? A e lejon? Nëse të cilin raport të progresit... A e lejon unë po pys? A e lejon? Po. E lejon për çështjet për të cilat kuvendi do të menguti. Po, e cilin rastin këtu? Je menguti? Cilat e menguti? Menguti ka shumë prej tyre. Ligji për gjykatën administrative menguti. Jo prej tyre, pse jo? Çfarë ngutie ka kjo? Dija, ti po e përmend faktin që... Po veç pak, çka është dabi që ka kalu projekt ligji për lënd plasës? Po që është dami për Republikën e Kosovës që ka kalu projekt ligji për sigurinë e shëndetësore? Po atar, a heqim po për rregullorin. Shka ish bo dam nëse kish kalu në dëgjëm. Ideja është... A heqim për rregullorin kuvendit dëgjimit publike? Për shembull, a Kjo është heqim. ideja opozitës. Ligjë për shmimit tavanit lirë. Më falë, në vitin 2023, gjykata kushtetuese ta ka rrëzu në vitin 2023. Për atë vitin nuk ka pas asnjë problem Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë me dërgu projekt ligjit. Asnjë problem s'ka pas. Apo don edhe e vonoj, edhe e ngut me nguta. Pse? Po të lutem, 2023 ka rrëzu gjykata kushtetuese. Po. E ka rrëzu në fund të vitit 2023. Kanë qenë aty disa interpretime të gjykatës kushtetuese pse ai ligj të cilat kanë mujtë më rregullu shumë. Ne e kemi pranu dhe kemi fillu me punu në atë projekt ligj, me bë se si duhet. Tash po pyet cilla ngutia, është ngutia sepse sot po kemi krizë dhe ngritje të çmimeve, po kemi abuzime të çmimeve.